Një rast të cilin doja ta veçoja ishte rasti një fëmie me sindrom Down dhe autizëm, i cili pas lindjes ishte braktisur nga prindrit e tij biologjik, me vështirësi të shumta motore, jo verbal, me sjellje agresive, dhe askush nga kolegët nuk pranonte të punonte me të. Në dyshet e mia të para ishin se çfarë do mund të mësoja unë, çfarë do arrija të mësoja këtij fëmie me 2 orë në javë terapi. Por sukseset nuk ishin të vogla, arritjet nuk ishin të vogla. Ai mësoi që të thoshte fjalët e para, mësoi që të pinte vetë me gotë, të kërcente dhe vinte i qeshur. Çdo arritje e vogël është një festë shumë e madhe. Në këtë podcast dua të sjell jo vetëm përvojën time, por edhe të shumë familjeve dhe ekspertëve të cilët kanë diçka të rëndësishme për të ndarë me ne. Sepse besoj fort, kur ne ndajmë njohuri dhe histori me njëri tjetrin, ne krijojmë më shumë mbështetje dhe mirëkuptim.